vërtetë. Çfarë është tradhtia për ju? Da falet njëherë? Tradhtia. Çfarë është për ju si fenomen? E di si është puna. Si Tradhtia është? tani. Varet në çfarë këndi e sheh. Nga çfarë këndi të doni ju? Për këndin tuaj po pyes. Tradhtia në parim nuk është e pranuar. Në parim. Po. Por nëse njëri nga çifti pranon, domethënë ajo është një kompromis i madh i bashkësisë, kaq mund të them. Mendoni se vjen nga dashuria e madhe apo nga disa rrethana të tjera që u thjesht? Mvaret, nuk është vetëm nga dashuria e madhe. Janë shumë rrethana psikologjike, sociale, janë shumë faktorë që ndikojnë në tradhti. Po kur nuk hyn fëmijët në mes, mendoni që është diçka që negociohet, pra ndan partnerin dhe kaq mbaron apo është po prapë po aq e vështirë? Dgjoj, fëmijët janë faktori kryesor jashtë gjërave tjera në bashkësi. Luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e asaj që i themi kompromisit mes një çifti. Po. E tani, por ka radhe që nuk ndihmon as fëmijët. Raste. Dgjoj, unë jam nga Tetova. Nga Tetova. O, gëzohemi. Kam marrur këtu, doja të vizitoja një çik Tiranë, unë kam marruar fakultetin këtu. Oh, çfarë fakulteti mund të Unë kam pyes? marruar mjekësinë. Okej. Jam kirurg infantil në Shkup, Gëzohem profesor shumë. universiteti në Shkup, por me mallëngjim vinë në Tiranë shumë shpesh. Keni kujtime të bukura këtu. Dgjoj, unë kam marruar fakultetin 93-99, kujtimet janë shumë të mira. Atë shkollë që kemi marrë këtej, unë themi që breziria e merr në vende të tjera në Europë. Po. Po në karrierë ju kanë tradhtuar ndonjëherë se më lindi pyetja kështu. Në karrierë ju kanë tradhtuar ndonjëherë njerëzit? Ndoshta disa miq që ju keni menduar, keni pasur miq. Tradhtia jashtë çiftit, e ke fjalën në çift në Po, bashkësi. në rast po pyes jashtë çiftit. Ka gjëra, tradhtia ka shumë edhe ata në politik, në profesion, në karrierë, tradhti kam. Nuk kanë kufi. Mendoni se çdo njeri e provon tradhtin një herë në jetë? Kam përshtypje që po. Kurioze jam, si ka qenë reagimi juaj i parë për tradhtin e parë që keni marrë? Domethënë ju rrëzoi, ju rriti, çfarë ndodhi? Nga kush të ka ardhur, të çmend. Të çmendë. E kam fjalën që kur shen një njeri që ti ke bërë shumë për të, Po. ke pasur shumë marrëveshje, nuk ke pasur asnjë keq kuptim, dhe në një moment të caktuar, ai të tradhton ose ajo të tradhton që të lënë Të plak. vend, po. Po si mendoni se ndodh kjo? Domethënë, nga vjen kjo lloj mosmirënjohje? Jo, vjen nga ambicia e tepruar e individit apo palës të cila e bën këtë veprim, Po. edhe ambicjet nga xhelozia janë shumë faktorë, E kuptoj. Si përfundim si e lam, ju do e falin tradhtin apo jo? me shumë vështirësi.